10 zjarre përfshin pyetje qarku Dibër gjatë këtij viti që në muajt e pranverës e deri në fund të verës, ndërkohë si drejtuesi i shtabit të mbrojtjes civile për qarkun Dibër, prefekti Nexhbedin Shehu tha se janë dhënë të gjithë udhëzimet e nevojshme, si dhe ju është kërkuar bashkive që të hartojnë plane dhe të nisin punën që në muajin tetor për ripyllëzimin e zonave të përfshira nga flakët. Shehu shtoi se ky plan do të përfshijë zona që janë në pronësi të bashkive, pasi zonat e mbrojtura do të trajtohen nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Po ashtu prefekti Nexhbedin Shehu tha se bashkitë kanë buxhete dedikuar për ripyllëzimin e pyjeve, jo vetëm të djegura së fundmi, por edhe ato që janë djegur vitet e kaluara. Fakti është që si vjet patëm zjarre masive, kryesisht në bashkinë Dibër në Lurë, po që Lura është zonë e mbrojtur, ka tjetër regjim, në bashkinë Klos, në bashkinë Fuqis, po edhe Mati ka patur po në zonë të mbrojtur, janë dëmtu pyje në mënyrë masive. Ne jemi fut në periudhën e pyllëzimit, fillon që tani deri në pranverë, edhe bashkitë kanë plane për kuadrin e pyllëzimit, kryesisht në këto zona ku janë dëmtuar, ti pastrojnë edhe të mbjellin pisha. Unë aktualisht nuk kam të dhëna konkrete, por janë orientuar bashkitë që në zonat e dëmtuara kanë qenë kryesisht, si që qafë e bullit apo zona tjera që në zonat të pyllëzuara, pra nuk ka qenë pyll natyral, por pyll i krijuar nga puna e njerëzve, të ripyllëzohet. Ndërsa parku natyror i Lurës, atë prej 10 vitesh punojnë disa shoqata që kanë fidana të mbjellë, po edhe këtë vit janë mbyll 10.000 fidan që të mbjellën, dhe kryesisht në zonat e dëmtuara do jetë dhe vëmendja e mbjelljeve të reja. Bashkitë kanë buxhete për pyjet, i kanë dedikuara, kanë sektor pyjesh, kanë punonjës që merren me këtë punë dhe patjetër që kanë planet për ripyllëzim, edhe po është një punë që nuk arrihet për një vit, duhen disa vite të ripyllëzohet, të rriten fidanet duke në gjëra që bëhen në afas shkurtër. Zjarret e këtij viti kanë djegur me 10 hektar pyje me durshje, shkura, po edhe halore në të gjithë qarkun Dibër.